Sigurisht që është duke shkruar historinë, sepse vetë historia a vllaznia dhe në futbollin e femrave në Shkodër, në Shqipëri vllaznia është duke bërë historinë, si në vendin e brenda Shqipërisë kampionatit të vendit, ashtu edhe në Europë. Dhe sot siç e tha ti, është ndeshje me Interin, një klub i madh në Europë, por kryesisht e futbollit meshkujve. Na e dina sepse futbolli në Itali, futbolli femrave në Itali është shumë i zhvilluar, më shumë se në Shqipëri, por gjithsesi na nuk kemi vlerësojmë asnjë ekip, ne do bëjmë lojën tonë, jena përgatit për këtë ndeshje dhe nuk kena për turizëm, por kena për një rezultat pozitiv, sepse siç dihet, kjo janë 2 ndeshje me vajtjeardhje, kjo është ndeshja e parë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën, të marrim një rezultat pozitiv, që ta kena edhe më të thjesht detyrat, me kry detyrat në shtëpinë tonë. Ekipi është në gjendje optimale, ekipi është stërvit mirë, vajzat janë stërvit mirë, janë përgatit për këtë ndeshje. Normalisht, siç e thash më përpara, vetë emri Inter të bën të rrit adrenalinën, por ne nuk kemi vlerësuar ekipet. Vajzat janë përgatit, siç e thash, dhe jena të gatshëm gjitha, nuk kemi as dëmtime dhe as dënime, kështu që jemi të përgatitur për ndeshjen e nesërme. Pa diskutim që na bën optimist, sepse tifozit gjithmonë kena thënë na si në Shkodër dhe në rrethe ose në shtete të ndryshme, është lojtari 12 i vllaznisë dhe na në vedin mirë që sot që kena ardhur, na kena në vedin mirë me prekërën që janë duke na bërë tifozëria dhe te hoteli, por edhe nesër në fushën e lojës jam i bindur që do të bëjnë atmosferën e duhur që ne të na japin sa më tepër kurajo, na rrisin vetbesimin, jo si na mungon, po të na rrisin vetbesimin që të marrim rezultat pozitiv. Futbolli ka gjithmonë të papritura, nuk mund të thush që është garanci e plot, por një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë në shtëpinë tonë i kryjm detyrat edhe më mirë. Dhe normalisht që t'jep vetbesim më tepër, por jo se do të më thonë që fitova ndeshjen e parë ose mora rezultat pozitiv në ndeshjen e parë dhe në ndeshjen e dytë e kam shumë të thjeshtë. Absolutisht jo, sepse ne jena ekip që qëndron me kam tokë, jena ekip që punojmë vazhdimisht që të jena sa më përgatitur për ndeshjet e radhës që të vinë. Mund të them për fushën, sepse fusha përmend që është me barë sintetik, por është një fushë e mirë, fushë optimale, por duke llogaritur se çfarë kushti ka stadiumi Loro Buriçi në Shkodër dhe si presim na ekipet, nuk më duken kushte normale. Gjithsesi nuk janë punë e mia që mi diskutu këta, por si fush është e mirë, se pavarësisht barit sintetik, por kushtet nuk janë as pak optimale. Ekipi i Interit ka shumë mundësi, thash, nuk janë punë e mia, kjo punë e jam vetëm pjesë teknike, por ne nuk i presim miq kështu, shkurt muhabeti.